Kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar Sir Keir Starmer ka reaguar rashpër ndaj kërcënimit të presidentit amerikan Donald Trump për vendosjen e tarifave ndaj vendeve europiane në lidhje me Groenlandën, duke e cilësuar këtë qasje si plotësisht të gabuar. Reagimi i Starmer vjen pas deklaratave të përsëritura nga Shtëpia e Bardhë se Shtetet e Bashkuara po shqyrtojnë një sër opsionesh për të rritur ndikimin e tyre mbi Groenlandën, përfshirë tarifa tregtare, blerjen e territorit apo edhe skenar ekstrem të përdorimit të forcës. Groenlanda është një territor autonom që i përket Mbretërisë së Danimarkës, me veçeverisje dhe parlament të vetin. Çdo ide për marrjen e Groenlandës me forcë do të kishte pasoja diplomatike pasi do të përbënte një sulm ndaj territorit të një aleati të NATO-s. Ekspertët e sigurisë e konsiderojnë këtë skenar jashtëzakonisht të pamundur për shkak të pasojave politike dhe ushtarake që do të sillte. Një tjetër opsioni i përmendur nga administrata Trump është blerja e Groenlandës, por kjo shihet si shumë e komplikuar. Çdo marrëveshje e tillë do të kërkonte miratimin e Kongresit Amerikan, mbështetjen e 2/3 të Senatit dhe gjithashtu pëlqimin e Bashkimit Evropian. Danimarka ndërkohë ka qenë e prerë. Groenlanda nuk është në shitje. Një skenar tjetër që po përflitet është rritja e përpjekjeve amerikane për të fituar mbështetjen e popullsisë së Groenlandës përmes stimujve financiar afatshkurtër ose e premtimeve për përfitime ekonomike në të ardhmen. Nëse Groenlanda do të shtyhej drejt pavarësisë, ajo mund të hynte më pas në një partneritet strategjik me SBA-n. Në këtë kontekst, Sir Keir Starmer deklaroi qartë se qëndrimi i Mbretërisë së Bashkuar është i palëkundur. Groenlanda është pjesë e Mbretërisë së Danimarkës dhe ardhmja e saj është çështje e banorëve të ishullit dhe danezëve. Siguria në Arktik është e rëndësishme për gjithë NATO-n dhe aleatët duhet veprojnë së bashku për t'u përgjigjur kërcënimit të rus. Vendosja e tarifave ndaj aleatëve për shkak të sigurisë kolektive është plotësisht e gabuar, tha Starmer. Reagime të forta kanë ardhur edhe nga liderë të tjerë europian. Kryeministri suedez Ulf Kristersson deklaroi se Suedia nuk do të lejojë të shantazhohet dhe se vetëm Danimarka dhe Groenlanda kanë të drejtë të vendosin për çështjet e tyre. Ai theksoi se kjo është një çështje e Bashkimit Evropian dhe se Suedia po zhvillon diskutime intensive me vendet e tjera të BE-s, si Norvegjinë dhe Mbretërinë e Bashkuar, për një përgjigje të përbashkët. Presidenti francez Emmanuel Macron u shpreh se Franca mbetet e përkushtuar ndaj sovranitetit dhe e pavarësisë së kombeve, duke i quajtur kërcënimet me tarifa si të papranueshme. Ai paralajmëroi se Europa do të reagojë në mënyrë të bashkuar dhe të koordinuar nëse këto masa konfirmohen. Edhe brenda Danimarkës reagimet kanë qenë të ashpra. Politikanë danezë kanë deklaruar se vendi nuk duhet i nënshtrohet metodave të bullizmit të Trump, ndërsa thirrjet për solidaritet evropian janë shtuar. Presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa njoftoi se po koordinohet një përgjigje e përbashkët, duke theksuar se BE-ja do të mbrojë me vendosmëri të drejtën ndërkombëtare dhe integritetin territorial të shteteve anëtare. Kërcënimi i fundit i Trump vjen pavarësisht një marrëveshjeje të arritur më parë mes SBA-s dhe BE-s për tarifat, ku ishte rënë dakord për një tarifë 15% mbi mallrat e BE-s që eksportohen në SBA, më e ulët se kërcënimi fillestar prej 30%. Sipas njoftimit të ri, vende si Danimarka, Norvegjia, Suedia, Franca, Gjermania, Mbretëria e Bashkuar, Holanda dhe Finlanda do të përballen me tarifa 10% nga një shkurti, të cilat do të rriten në 25% pas një qershorit. Kjo situatë ka hapur një krizë të re në marrëdhëniet transatlantike, duke vënë në provë unitetin e NATO-s dhe Bashkimin Evropian. Liderët europian po dërgojnë një mesazh të qartë: sovraniteti kombëtar dhe drejta e vetvendosjes nuk janë objekt pazari dhe nuk mund të imponohen përmes presionit ekonomik.